Kreshma është një kohë përpjekjesh dhe meditimi. Dhe kisha në mësone që të ndjekim çdo liturgji hynore e çdo ditë të Kreshmës madhe me vëmendje. Të dielën e sotme kisha ka vendosur që të ketë nderimin e kryqit. Përse e ka bërë këtë gjë? Kushdo që e vazhdon Kreshmën, ashtu siç thot dhe mëson kisha, mbas 3 javësh do ndjehet pak i lodhur. Dhe siç thot Sinaksari i sotëm, kisha ngre kryqin pikërisht për të na kujtuar ne për veprën shpëtimtare të Zotit, për psimin e tij dhe për të pasur një lloj ngushëllimi dhe shprese dhe kurajo. Dhe madje Sinaksari e përshkruan në mënyrë poetike, ashtu si një njeri që udhton shkretir dhe gjen një pemë plot me fletë dhe qëndron atje për të pushuar duke pirë ujin që ndodhet pranë, ashtu dhe kisha ngre kryqin për të pasur në një shpresë të madhe. Po përse kisha thot që me anë të kryqit erdhi gëzimi në botë? Njerëzit sot nuk e duan kryqin, madje edhe të krishterët duan një krishterim pa kryq, pa vuajtje, pa sakrifica, pa përpjekje. Nuk mund të ketë dot një krishterim pa kryq. Nëse ne nuk e pranojmë kryqin, nuk mund të jemi dot krishterë të vërtetë. Kryqi mund të duket shumë i vështirë, po është një mjekim. Prandaj dhe Zoti në Ungjillin e sotëm na thot një mësim shumë të rëndësishëm për gjithë secilin nga ne. Edhe kur i dim fjalët, na kujton përsëri. E thot këto fjalë: kushdo që dëshiron të vi pas meje, të mohoj veten e tij, të marrë kryqin e tij dhe të vi pas meje. Çfarë duhet thonë këto fjalë për ne sot? E para është shumë e rëndësishme, sepse Zoti nuk na detyron, po thot kush dëshiron ta bëj. Zoti respekton vullnetin e lirë çdo njeriu. Ne jemi të lirë të krijuar nga Zoti, të lirë edhe për të mëkatuar, ndonse mëkati do na shkatërrojë ne, po Zoti na ka krijuar në një qenie të lira. E kjo është e ngjashmëria dhe ikona e Perëndisë që ndodhet tek ne. Ne jemi qenie edhe persona të lirë për të vendosur realisht se çfarë duam të bëjmë. Dhe e dyta thotë që të mohoj veten e tij. Këto fjalë shpeshherë për njerëzit ndoshta i lexojnë, por nuk ndalen. Përse Zoti na thotë ne që të mohojmë veten tonë? Sepse Zoti e jep kryqin si mjekim dhe ai e di që vetja jonë është deformuar. Një shenjtor i madh i kishës se interpreton këtë formë. Kur Adami mëkatoi, vetja e tij u prish dhe u deformua dhe nuk ishte më vetja e tij. E Zoti na kërkon ne që të mohojmë veten e tij për të mohuar atë pseudo veten që kemi brenda nesh, sepse çdo njeri pa përjashtim, dhe kam thënë disa herë, krijon një pseudo vete. Atë që do të jetë ai, ose atë që do ai që tjerët shohin te ky, e nuk është vetja e vërtetë. Kjo është një vete e lidhur me krenarinë. Kur njerëzit shpeshherë kanë mendjen se çfarë do thonë njerëzit e tjerë për ta, është një krenari shumë e madhe brenda nesh. Dhe Zoti na kërkon që ta heqim këtë gjë. Nëse ne nuk shkëputemi nga pasionet e botës dhe nga gjithë kënaqësitë që mund t'japi bota, ne nuk mund ta pranojmë kryqin. Kryqi do bëhet për ne një barr jashtëzakonisht e rëndë. Nëse ne shkëputemi prej tyre dhe e mohojmë këtë pseudo vete, kryqi do jetë një gëzim shumë i madh. Prandaj dhe troparet e kishës thonë, me anë të kryqit erdhi gëzimi në botë. Si erdhi me anë të kryqit gëzimi në botë? Le të meditojmë rreth këtyre fjalëve, se shpeshherë dëgjojmë dhe nuk ndalojmë. Kryqi ishte një instrument vdekje, një vdekje shumë të tmerrshme. Si nëpërmjet kryqit erdhi gëzimi në botë? Sepse Zoti nëpërmjet kryqit e mundi vdekjen. Dhe gjithë secili nga ne nëpërmjet kryqit mund ta mundi vdekjen, për të vdekësuar gjithë pasionet që e shkatërrojnë atë. Shumë gjëra që mund duken gjalla tek ne nuk janë të gjalla. E shumë gjëra që mund duken të vdekura nuk janë të vdekura, po janë të gjalla. Sa më shumë ne e vdekësojmë pasionet e ndryshme që kemi ne, aq më tepër kryqi fuqizohet brenda shpirtit tonë. E Zoti na thot ne që ta mohojmë veten tonë e të marrim kryqin. Të mohojmë veten tonë do thotë mohojmë çfarëdo lloj ligësie që kemi në shpirt, inate, mërira, zilira, smira, dhe gjithë shka tjetër që shkatëron njeriu. Kjo është pseudovetja. Prandaj dhe Zoti na kërkon e fillimisht që ta mohojmë veten tonë,
që të shkëmputemi nga çfarë do lloj dëshire që kemi ne në këtë botë që është e shtrembruar. Dhe nëse ne shkëputemi nga kjo gjë, kryqi do filloj të bëhet i lehtë, siç thot Shëni Joan Damaskini. Kryqi thot është i mistershëm. Nëse ne kundërshtojmë atë, ai kthehet në kryq hekuri që na dërmon e thot dhe në hap dyert e ferrit. Nëse ne ta e marrim me dëshirë, siç na thot Zoti, ai kthehet në kryq të ardh, i cili hap dyert e parajsës, sepse kryqi është një mjekim, dhe mjekimi është i hidhur, por shërimi është i ëmbël. Andaj dhe kryqi nuk është një qëllim në vetvete, kryqi është një mjet, nëpërmjet kryqit vjen gëzimi, nëpërmjet kryqit u mund vdekja, nëpërmjet kryqit Zoti e mundi vdekjen dhe u ngjall. Dhe ky mjet është i rëndësishëm për gjithë secilin nga ne. Sa më shumë i rezistojmë në këtij mjekimi, aq më pak ne shërohemi. Ju e shikoni njerëzit çfarë bëjnë për mjekimet fizike, nuk lënë mjek pa shkuar, i harxojnë gjithë aparat vetëm që të shërohen. Për shërimin shpirtëror, njerëzit nuk bëjnë përpjekje të mëdha. A nëse ne nuk do bëjmë përpjekje për shërimin shpirtëror, atëherë ç'kuptim ka që jemi të krishterë? Prandaj dhe Zoti e vazhdon fjalën e sotme me këto fjalë. Kushdo që do fitoj jetën e tij do e humbas. Ai që do humbas për mua dhe ungjillin tim do e fitoj. Çfarë do thonë këto fjalë për gjithë secilin nga ne? Ju shikoni për shembull se si njerëzit i shikojnë njerëzit e tjerë. Kushdo që ve pasuri, kushdo që ka pozita, famë, gjithçka tjetër, quhet i suksesshëm. I suksesshëm për çfarë? I suksesshëm është vetëm ai njeriu që është i suksesshëm në sytë e Zotit, jo në sytë e njerëzve. Mund të grumullojmë gjëra pafundme, nuk e kemi fituar, po e kemi humbur. Ja njerëzit bëjnë lloj-lloj gjërash, me korrupsion, me vjedhje që të vënë pasuri dhe kujtojnë se kanë fituar. Madje shumë njerëz rrotull e kanë zili, duke parë që sa të pasur janë, sa makina të bukura kanë, sa pushtet kanë e gjithçka tjetër. Në fakt janë të humbur, sepse nëse nuk je i pasur tek Zoti, nuk je i pasur. Ajo është një pseudo pasuri. Ato janë gjëra që nesër pas nesër të gjithë do i lëmë ne. Ai që është i pasur në Zotin është pikërisht ai njeriu që i duket se ku e ka humbur. Prandaj thot Zoti që ai që do e fitojë jetën e tij sipas botës do e humbas. Dhe ai që do e mbas për ungjillin dhe për Zotin do e fitojë. E kjo e dyta është shumë e rëndësishme për gjithë secilin nga ne. Ne padyshim që shumë gjëra i bëjmë nga mësimi i Zotit, por mësimi i Zotit është pak më i gjerë. Ai thot dhe për ungjillin tim, që do thot ne duhet jemi predikues të ungjillit të Zotit, për të hapur lajmin e mirë kudo, për t'ju thonë gjithëve që ka një mjekim, e ky mjekimi është kryqi, dhe jo të shtiren pas dëshirave të botës, mbledhin, grumbullojnë që një ditë gjithë do i lënë, dikush më shpejt e dikush më vonë. Nëse ne fitojmë Zotin, i kemi fituar gjitha. Nëse fitojmë gjithë botën, e kemi humbur shpirtin tonë, atëherë çfarë do të bie keni, na thot Zoti? Çfarë do jepnin këmbim të shpirtit? Dhe kreshma e madhe është një periudhë që ne duhet i marrim seriozisht këto fjalë. I dëgjojmë çdo vit, ngaherë 2 herë, 3 herë në vit, e përsëri i harrojmë. Nëse ne nuk e marrim seriozisht mjekimin, nuk do shërohemi. Çdo njeri e di në smundjen fizike sa me përpikmëri e ndjek ai kurën për të shëruar. Le të jetë ilaçi më i hidhur, përsëri do e pi që të shërohet. Po për shpëtimin dhe shërimin e shpirtit, pse jemi kaq të avasht për ta pranuar, ose nuk e përdorim fare? Padyshim që çdo mjekim është i hidhur, po ne kemi nevojë për të shëruar, sepse krishterimi beson që njerëzit janë një qenie e rënë, kanë rënë nga ajo siç ishte krijuar Perëndia. E për të ngritur duhet pikërisht të shërojnë shpirtin e tyre. E që të shërojmë shpirtin duhet mjekimi, dhe Zoti pikërisht erdhi dhe mori mjekimin, pa pasur nevojë për të. Nëse për ne do jetë shumë i hidhur, që kemi nevojë që jemi smur, sa më i fortë ishte për vetë Zotin, i cili s'kishte nevojë për atë, po përsëri e mori për të na dhënë dhe një shembull e për të na treguar në rrugën e shpëtimit. Prandaj e diela e sotme është kaq shumë e rëndësishme. Duke nderuar kryqin, ne nderojmë misterin e thellë të krishtërimit, sepse nëpërmjet kryqit erdhi gëzimi në botë. Amin.